Vërtetën ne do ta mësojmë kur të ketë një marrëveshje mes të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të S'ka pra Amerikës, marrëveshje, po bëhet gjë. Sot ne jemi në pozita Amerikanët kërcënojnë Europën për ta patur nën vete, si thonë, ndërkohë që Putini po do të tregoj forcë, ndërsa unë mendoj që nuk e ka atë forcë që përpiqet ta shes për të rritë pazarin gjithmonë në marrëveshjen që do bëhet së shpejti, ndërsa Europa do t'ju thotë këtyre aktorëve, do t'ju thotë që ne jemi këtu. Edhe në Kiev tha shkoj për një javë, por nuk shkoj dot. Ndërsa Europa do të thotë, dhe e ka përmendur, që ne jemi një vend prej 700 milionësh, ndërsa Rusia është një vend 140 milion, dhe nuk ka mundësi... Europa nuk është 700 milion, 350 i pjetë. Urdhë? Europa është 700 milion, zoti Artur. 700 milion banor. Ndërkohë që ka rreth... Te 450 deri aty shkojon. E mbaj me radhë. Bashkimi Evropian 450 milion banor. 450 pa, po është 700. Bashkë me Rusin bën 700. Ka më shumë. Rusia ka 120 forca ushtarake në total. Ka 120 milion Rusia, nuk ka... 450 Europa, po themi, Rusia është tjetër. Rusia nuk fundet në këtë llogaritje. Po themi Europa, e cila është e quajtur sisteme demokratike. Europa dhe në konceptin që po flasin në geopolitik, Europa në këtë rast si kundërshtar i Rusisë quhet edhe Ukraina, quhen edhe vendet tjera të cilat janë praktikyrës në Europë. E tjerë, po qënësi ka, dhe nuk krahasohet me Rusin, as me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Europa. Ekonomikisht barazohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diku afërsisht janë barabartë, ja kalon Kinës, Europa si Bashkim Evropian. Europa qalon në unitetin e veprimeve dhe të vendimarrjes, sepse është një supershtet, shumë liberal. Qasja ime është kjo, që të gjithë po bëjnë sot sikur, sepse janë në prag të një marrëveshje të madhe, nëse marrëveshja në qoftë se të mëdhejt nuk do merren vesh, pastaj do kemi... Bunkeret hapen për të bërë një teatr, armët blihen për të bërë një teatr, zbulimi dronëve rusë është apo është gjitha një teatr i madh. Janë të një presioni dhe të një loje... Ka një regji globale europiane që thotë, hajde bëjmë sikur po na sulmon Rusi, sa shumë na duhet. Në prag të një marrëveshje që ose do të bien fuqitë e mëdha, ose pas marrëveshjes, nëse nuk do merren vesh,